Përshëndetje, shenja e peshqve. Sot do të interpretojmë kartat për javën 1-7 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj personale, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 kupat, asi i shkopinjve, mbretëresha e shkopinjve dhe 2 shpatat. Çfarë nënkuptojnë këto karta? Në gjendjen tuaj, kjo javë ju sjell impulse të forta emocionale dhe krijuese. 2 kupat dhe asi i shkopinjve tregojnë një lidhje të rëndësishme, frymëzim ose një fillim të ri pasionant. Mund të jetë romantik, shpirtëror ose kreativ. Mbretëresha e shkopinjve mund t'ju portretizojë juve ose një person me shumë vetbesim dhe kurajo pranë jush. Por 2 shpatat paralajmëron për një vendim që po e shtyni, ndoshta sepse nuk po shikoni të gjithë të vërtetën. Kartat këshillojnë të mos bëheni pengi dyshimeve. Tani kalojmë tek familja, ku kemi njeriun e varur, 9 shpatat, budallaj dhe 5 shkopinjt. Në familje ka një ndjesi pasigurie dhe tensioni. Njeriu i varur ju vendos në pritje, ose ju bën të rishikoni situata nga një kënd tjetër. 9 shpatat tregon ankth, stres, apo ndjenja fajësie që po i mbani për brënda. Budallaj mund të tregojë dikë që sillet në mënyrë naive, ose që nuk merr përgjegjësi, nuk mban përgjegjësi. 5 shkopinjt sjellin konflikt, debat, apo konkurrencë brenda familjes. Kujdes me reagimet impulsive. Dashuria. Në dashuri kemi 3 kupat, heremitin, mbreti i shpatave dhe hëna. Në dashuri ka përzierje gëzimi dhe izolimi. 3 kupat sugjeron gëzim, miqësi apo ribashkim, por heremiti tregon tërheqje, ndoshta reflektim, ose sepse ndiheni të vetmuar brenda një marrëdhënieje, e kam fjalën. Mbreti i shpatave mund të jetë një person që është racional dhe i distancuar emocionalisht. Hëna paralajmëron iluzione, dyshime ose sekrete që prishin harmoninë. Në dashuri ju duhet të balanconi festën me reflektimin e sinqert, duke prerë hijet me të vërtetën e ashpër. Duhet të dëgjoni intuitën nëse bëhet fjalë për ndonjë palë të tretë dhe jo thashethemet urbane. Kalojmë tek puna, ku kemi mbretëreshën e shpatave, 4 monedhat, faqa e monedhave dhe 3 shpatat. Në punë, duket se jeni duke u përballur me sfida emocionale dhe vendime praktike. Mbretëresha e shpatave tregon mendje të ftohtë dhe nevojën për të qenë objektiv. 4 monedhat sugjeron mbajtje të fortë mbi sigurinë, ndoshta nga frika për humbje. Faqa e monedhave jep mundësi të reja, mësimi ose investimi, ndërsa 3 shpatat paralajmëron për zhgënjim, ndarje apo një lajm që mund t'ju lëndojë, por që sjell qartësi në fund të fundit. Me prizëm orakull kemi disruption, përçarje. Kjo javë sjell ndërprerje, shpërqendrim ose tronditje që duhen pranuar si pjesë e transformimit. Mos i rezistoni ndryshimeve që kërkojnë të ndodhin. Ato janë për të mirën tuaj, edhe pse ndoshta nuk duken kështu në moment. Jeni në një pikë ku disa të vërteta duhet të shihen qartë, edhe nëse nuk janë të lehta, sepse vendimet e shtyra nuk mund të shtyhen më. Unë ju përqafoj dhe deri herën tjetër, kujdesuni për veten. Paçim!